Përshëndetje të dashur shikues të televizionit publik. I gjatë në drejtim të qendër sulmuesit, i cili edhe tani e ka topin, një mundësi Arkimi, pikërisht është kështu, në shtyllë të dytë goditja dhe shpëton Malisheva. Çfarë rasti mirë ishte ky, por ishte i cili është i papërshtatshëm. Pikërisht topi është për të nga Uka. E mban Veliu, mundësia për Arkim, edhe më tutje Veliu, hyn në zonë nga dalë, Gjuan Veliu. Rast shumë i mirë për Malishevën ishte ky, edhe do të ketë korner pas kush hapet Veliu në kran, nuk shkon topi për të, tani vjen ai top te Veliu, i cili nga dalë i afrohet zonës. Veliu edhe më tutje, Arkimi është për Ibishin, kjo mundësi Uka 1-0. Kreshnik Uka ka shënuar një aksion i jashtëzakonshëm për Malishevën. Dhe vjen goli në minutën e 21. Aksion perfekt nga Malisheva dhe kampioni ynë. 1-1 ka luajtur me skuadrën nga Malta Floriana, derisa Ballkani është në poshtur nga Bohemians. Dje një Arkim në zonë, Shane ka larguar topin tani Obita me të majtën gjuajtja, shumë e fortë por si Henley. Arkimi tani goditja por i vëmendshëm për Malishevën. Nuk pason aty, as nuk harkon Iskandarli, i japin një mundësi kundërshtarëve për një kundërsulm tani. Ky rast gjuajtja e Avdili e pret goditjen. Para janë të hetshëm që të arrin tutje, ndërkohë një zgjuajtje aty dhe mundësia për Love dhe jashtë përfundon tentimi i tij. Këtij korneri lojtarët e Hibernian. Një mundësi kjo dhe mbi port gjuajtja. Koha është duke punuar në të mirë të Malishevës për momentin. Do ta nënshkruanin një rezultat të tillë para ndeshjes në këtë moment. Tani Love gjuajtja e jashtë ka përfunduar. Rasti më i mirë ishte ky për ekipin e Hibernian. Ndërkohë Gjyliani, Arkimi i rrezikshëm e gjuajtja nga Vitia. Tani një top për Kreshnik Ukën, i cili tenton nga distanca, megjithatë i vëmendshëm portier. Tani një mundësi aty për Malishevën nga ky kundërsulm. Kreshnik Uka mban topin, edhe më tutje Kreshnik Uka ka pasuar për Nafiu, goditja 2-0. Çfarë po shohim këtu? 2-0 për Malishevën. Një triumf i jashtëzakonisht i madh është ky dhe një rezultat që i jep Malishevës shumë kredite para ndeshjes së të shkoj më i qetë në Skoci për ndeshjen e kthimit, por nuk ka gol dhe Malisheva triumfon me rezultatin 2-0. Merr duart trokitje të mëdha në Prishtinë dhe fiton respekt nga të gjithë Malisheva me këtë super fitore. U ka shënoi në minutën e 21.